Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up, ora 8:12 minuta në këtë moment. Dhe sot në Wake Up do të flasim për tregun e automobilizimit dhe mobilitetit në Shqipëri, i cili në fakt përfaqësohet nga kompani të njohura ndërkombëtare që sillin markat më të mira në tregun ton. Sot kemi ftuar në Wake Up Erlind Kastriot Bejkollari, drejtor ekzekutiv Geely Auto Albania, i cili do të na njohë më shumë me një nga markat automobilistike me rritjen më të shpejtë në botë. Geely dhe njëkohësisht me vizionin dhe misionin e Delfino Mobility Group në tregun shqiptar. Pra, mirëmëngjes Erlind dhe mirë se erdhe në Wake Up. Mirëmëngjes, kënaqësi të jem me ju sot. Pra, si ka nisur historia Geely për të gjithë ata që po na dëgjojnë sot? Historia e Geely është shumë e thjeshtë. Ka nisur si një kompani që prodhonte pajisje elektrike dhe kryesisht frigorifer në fillim të viteve 80 dhe më pas në vitin 97 hyrë në sektorin automotiv. Që nga i moment Geely është fokusuar dhe ka investuar fuqishëm në teknologji në sektorin automotiv dhe më pas nga ky moment ka ardhur zhvillimi i saj. Në vitin 2010 ndodhi zhvillimi dhe themi fitoria kryesore e Geelyt duke bler Volvon nga kompania Ford. Kështu që Volvo, marka që të gjithë njohim dhe duam se është e vjetër, është pjesë e Geely Group. Po, Volvo që prej vitit 2010 është bler nga grupi Geely dhe me blerjen e Volvos Geely nuk mori vetëm akses në tregun ndërkombëtar, por gjithashtu përfitoi teknologji, informacion, siguri nga markë prestigjioze europiane. Tani duhet të flasim pak sepse makinat kineze, Geely është një markë kineze apo jo? Geely është markë kineze prodhuar në Kinë. Okej. Makinat kineze janë tani më kudo. E jo vetëm në rrugët tona, por në rrugët e Evropës. Unë di miq amerikan që po qajnë për makina kineze se është çështje tregtare që nuk i ka lejuar që të hyjnë atje, por në momente si kjo që po kalojmë tani me ngushticën e Hormuzit, me mungesat në naftë, rritjet e çmimeve dhe këto gjërat bëhen akoma më të përdorshme, më të nevojshme se është. Po na trego pak çfarë e diferencon markën Geely nga të tjera, sepse di që makinat që Geely prodhon dhe sjell janë të një standardi cilësie shumë të lartë, sigurie gjithashtu. Pra, janë të gjithë makinat kineze njësoj, nëse do të pyesja? Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe normalisht kërkon një sqarim më të gjatë, por si çdo lloj produkti prodhohen disa standarde në cilësi të ndryshme në varësi të tregut ku ato produkte trajtohen. Ne jemi përfaqësi zyrtare e grupit Geely për disa marka dhe prodhimet dhe produktet tona janë të prodhuara dhe destinuara posaçërisht për tregun europian, duke plotësuar të gjithë standardet e sigurisë, komoditetit që tregu europian kërkon. Dhe më lejo të them që tregu europian është një nga tregjet që kërkon dhe ka standarde më të larta. Shumë të rrepta pra. Shumë të rrepta për sa i takon sigurisë, cilësisë, kujdesit konsumatorit, mirëmbajtjes dhe shumë elemente të tjerë që ne i shikojmë te shumë produkte europiane. Kështu që e garantuar që cilat janë disa nga markat se mund të flasim. Patjetër që është garantuar, Geely vjen me 6 vjet garanci europiane. Markat që grupi Geely posedon dhe të prodhon janë Geely Auto, Volvo, e cila për shumicën e ndjekësve është marka më e njohur ndërkombëtarisht, Lotus, Polestar, Zeekr, Lincoln Co dhe mjetet e punës Farizon. Të gjitha këto marka janë pjesë e grupit Geely. Ne përfaqësojmë disa prej tyre në kompaninë tonë. Delfino Mobility Group është përfaqësuesi i disa prej këtyre markave, siç është Geely, Zeekr, Farizon, Lotus. Okej. Kështu që këto janë disponueshme edhe për tregun shqiptar me standarde europiane me garanci ndërkombëtare. Ne kemi një sallon goxha të mirë të ri, posedojmë një servis të autorizuar me staf të trajnuar, certifikuar, i cili vazhdon të trajnohet dhe certifikohet, sepse më lejo të them që kompania kineze Geely është shumë e fokusuar te kujdesi ndaj klientit. Dhe siguria dhe cilësia e mjeteve që ne tregtojmë janë të lidhura ngushtësisht me shërbimin ndaj klientit. Garancia 6 vjet e vërteton këtë gjë dhe jo më kot ne tashmë bëjmë gati 1 vit në tregun shqiptar. Mund të themi që jemi pozicionuar mirë për një kohë kaq të shkurtër, por ajo që ne shikojmë dhe vërejmë është që tregu shqiptar është shumë i fokusuar tek mjetet elektrike dhe hibride, po kryesisht elektrike, sepse ne kemi një iniciativë shumë të mirë, sepse tregu makinat elektrike në Shqipëri ofrohen
pa TVSH. Pra, qeveria në vitin 2020 ka hequr TVSH-n për makinat elektrike. Aty është 20% është 20% më lirë pak, përfitim dhe mund të them një statistikë që Shqipëria është vendi i tretë në Europë me market share më të lartë të makinave elektrike të shitura. Okej, që është një gjë shumë e mirë edhe për ambientin, për ajrin. Është shumë gjë e mirë për ambientin, po ne na favorizon distanca e shkurtër, pra distancat e shkurtra në Shqipëri janë shumë të arritshme me një karikim të autonomia e makinës nuk bën një problem se ti arrin edhe Fatikisht kjo është një gjë që nuk e kisha menduar se të krijon një far pavarësie. Po. Sepse ai është problemi i parë kur flisë për shembull në Itali elektrikja, nuk e di, do të kem edhe një tjetër për udhëtimet e gjatë. Nga Milano në Bari, në Bari të shtëpia ime, se normal lëvizin njerëzit dhe në fakt krijon një far pavarësie. Ta krijon, por gjithsesi makina elektrike kërkon një planifikim të udhëtimeve. Nuk është si makinat e tjera me djegje të brendshme që ti ke një emergjencë, një dëshirë, e mbush me karburant dhe ikën. Makina elektrike kërkon planifikim të rutit ose të rrugëve që do bësh. Por gjithsesi në fund fare është një makinë e qetë, makinë që nuk shpenzon, të më rëndësishme janë brenda ambientit se nuk kanë ndotje. Pra ndotësi më i madh në Shqipëri janë automjetet. Ne nuk kemi industri të rëndë që krijojnë ndotje. Vetëm automjetet ato që ndosin. Kështu që mund të jetë një kontribut, po edhe në kursim, pra në mos patje nevojë ta mbushësh me naftë vazhdimisht. Sepse ne kemi energjinë me çmimin shumë të ulët. Distancat e shkurtra, çmimi i ulët i energjisë për shkak të burimeve që ne kemi ndikon drejt për drejt në xhepin e konsumatorit. Atëherë, Erinda, ajo që po marr unë nga kjo bisedë, dëshiroj që edhe publiku ta kuptojë është që dhe është e rëndësishme që makinat që tregton Geely Auto dhe ju janë të standardit të Bashkimit Evropian. Pra sa i përket sigurisë, sa i përket inovacionit, teknologjisë që ato ofrojnë, rehatisë, kujdesit, ti the gjithashtu edhe 6 vjet garanci, pra nuk janë makina të importuara nga Kina, nga po themi dikush apo magasjell njëri etj që mund të jetë çfarë do, po kanë kaluar këtë filtr të Bashkimit Evropian, ato mund të tregtohen edhe në Rom, edhe në Berlin apo kudo tjetër në Bashkim. Kështu që ke këtë garanci që ke marrë një makinë kineze, por me standardet e rrepta evropiane. Po. Po më thoshe pak më herët që duke qenë që jeni të rinj në treg, u bë një vit tani, ju ofroni edhe çmime ekonomike. Flasim pak për këtë? Shiko, kompania Geely ka hyrë në tregun evropian me një strategji të qartë. Të ofrojnë cilësinë më të lartë me çmimin më të mirë të mundshëm. Pra, suksesi një kompanie është të gjejë këtë raportin, cilësi-çmim. Deri në këtë moment Geely ka arritur, siç dhe ju e thatë, tashmë është prezente në tregjet më të mëdha europiane. Dhe po t'i kthehemi asaj pjesës së standardit evropian, është shumë e rëndësishme sepse nëse ju blini një makinë Geely në Shqipëri dhe doni të udhtoni në Itali, në Greqi, keni nevojë ta karikoni. Mund të karikoni lirshëm kudo, sipas standardit evropian. Keni një problem teknik. Që sigurisht e mbulon garancia në këto 6 vite të para. Në çdo lloj qendre Geely mund të merrni shërbim pa pagesë. Dhe kjo ofrohet vetëm për makina që janë standard evropian dhe kanë garanci ndërkombëtare. E kuptoj. Që s'është për gjithë ata që nuk e kanë marrë atje, mund të kenë probleme të natyrës. Tregu jon është në moment rregullimi, masivisht janë shtuar shumë marka prodhim kinez, por që janë me specifikime kineze. Kjo nuk është se i bën dëm tregut, përkundrazi njerëzit në varësi të mundësive të veta ekonomike, sepse kanë makina të lira, blen më mirë një makinë të re, se sa një makinë shumë të përdorur. Por nga ana tjetër do duhet që të bëhet rregullimi i tregut sipas elementeve të sigurisë, siç unë e thash më përpara, është shumë e rëndësishme që mjetet të kenë standardet e sigurisë europiane. Mund t'ju them që në Shqipëri vijnë dhe disa mjete që kanë vetëm 2 airbag, ndërkohë që minimumi i lejuar është 6 airbag. Por shumica e mjeteve tashmë kanë 8 airbag edhe më shumë mbase. Dhe ju keni të tilla pra. Ne kemi standard evropian, çfarë kërkon standardi evropian, ne kemi minimumi 8 airbag. Ne kemi 8 airbag të çdo makinë. Është e rëndësishme nëse e gjen veten në një aksident. Është shumë e rëndësishme sepse në fund fare është kosto. Çdo airbag ka një paketë, çdo paketë ka një kosto jo të lirë. Rrjedhimisht fund fare siguria është kryesore. Patjetër. Pra, për ta përmbyllur, a mund të themi që Geely përfaqëson të ardhmen e mobilitetit në Shqipëri? Me plot gojën mund ta themi këtë sepse Geely Holding tashmë investon fuqishëm në kërkim teknologji. Mund t'ju them që qendra më e madhe në botë e kërkim zhvillimit është e Geelyt dhe ajo ndodhet në Hangzhou të Kinës.
Më pas mund t'ju them një informacion tjetër që mbase ju nuk e dini ose publiku nuk e di, që vjet në tetor të vitit 2025 Xhili inauguroi qendrën më të madhe në botë të sigurisë dhe testimit rrugor, më e madhe në botë. Që rekord praktikisht. Guinness, aty nuk është një rekord Guinness, aty janë 7 rekorde Guinness. Ne ju kemi dërguar edhe një video që besoj. Po shohim në ndërkohë. Aty janë 7 rekorde Guinness, 80.000 metra katror, të gjitha kushtet klimaterike, domethënë nuk ka nevojë të bëhet në rrugë, testohet në akull, në shi, në temperatura plus 40 gradë, minus 40 gradë, domethënë që këto makina t'i dorëzohen konsumatorit dhe klientit të jenë të gatshme për çdo lloj kushtesh atmosferike. Shkëlqyshëm. Edhe një pyetje të vogël në fund, ku ju gjejnë? Si ju gjejnë? Ne aktualisht jemi në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 2, por për një muaj ne kemi marrë sallonin e ri dhe shumë shpejt do na gjejnë tek kompleksi Deliorgji në krah të Hotel Hilton. Shumë mirë. Shumë faleminderit për kohën. Shumë faleminderit. Erlind Kastriot Bekollari është drejtori ekzekutiv i Xhili Auto. Ishte kënaqësi që folëm. Gjithashtu faleminderit. Informative.